Do dua të jem në këtë pjesën përfundimtare. Natyrisht kam shumë pyetje, i kanë shkoqitur në më shumë vende, por natyrisht unë do të përpiqem që t'i sjell këto në transmetim të drejt për drejt. Ka pyetje, ka lloj provokimesh intelektuale se shikuesi është shumë inteligjent. Shembull, Fatlum Rudari e ka një lloj komenti si rrugëzgjidhje për çështjen aktuale të drejtuar ndaj zonës Fejza. Thot presidenti i Kosovës duhet të jetë Hashim Thaçi, thot tregojani zonës Arieta Fejza. A mund ndodh një gjë e tillë? Vetëm përgjigjet e shkurta, lutem, se pastaj e kam edhe për zonën Besa. Tash, kushtrim, unë besoj shumë që situata në të cilën ne gjendemi vërtet kërkon një marrëveshje ndërmjet partive politike, edhe besoj shumë që serioziteti me cilin na po e trajtojmë këtë çështje si parti politike tregon edhe një herë që vetëvendosja e ka në fokus veç një gjë, veç interesin e vendit. Unë emër po përmend këto. Kaq nuk e përmend asgjë me propozimin e shikuesit. Vetëvendosja ka në fokus veç një gjë, veç interesin e vendit. Po. Koment tjetër që vjen për zonën Besa është Ilas Gjenolli.